Projekti për ndërtimin e portit të ri në zonën e Triportit vijon të shoqërohet me paqartësi dhe ndërprerje të njëpasqyeshme të punimeve. Sipas një tabele informuese të vendosur në hyrje të kantierit, leja zyrtare e ndërtimit mban datën 20 tetor 2025. Ky fakt ngre pikpyetje mbi mënyrën se si ka ecur projekti, pasi punimet në terren rezultojnë të kenë nisur shumë më herët. Sipas vëzhgimeve në terren të ndjekura në mënyrë periodike nga televizioni 6+ Vlora, ato tregojnë se aktiviteti ndërtimor ka filluar që në fund të vitit 2024, afro një vit përpara se të jepej leja përkatëse. Kjo do të thotë se një pjesë e konsiderueshme e punimeve është kryer pa dokumentacionin e nevojshëm ligjor, duke ngritur shqetësim për respektimin e procedurave dhe standardeve në projekte të kësaj rëndësie. Ndërkohë edhe tabela informuese që përmban të dhënat kryesore të investimit është vendosur vetëm së fundmi, çka përforcon perceptimin e një mungese transparence në fazat e para të projektit. Në praktikat normale, një tabelë e tillë duhet të jetë e pranishme që në nisje të punimeve për të informuar publikun mbi lejen, investitorin, si dhe afatet e realizimit. Situata në kantier aktualisht paraqitet edhe qetë, për të mos thënë e pezulluar. Punimet janë ndërprerë sërish dhe nuk vihet re aktivitet ndërtimor. Firma që po zbaton projektin, e cila sipas burimeve operon në disa kantiere të tjera në vend, ka tërhequr makinerinë nga zona. Kjo nuk është hera e parë që ndodh një gjë e tillë. Edhe gjatë periudhës kur punimet zhvilloheshin pa leje zyrtare, ritmi i punës ka qenë i paqëndrueshëm. Ka pasur faza kur aktiviteti intensifikohej dhe më pas ndërpritej papritur, duke krijuar një ecuri me ulje-ngritje të vazhdueshme. Ky model duket se po përsëritet edhe tani, duke lënë të paqartë të ardhmen e afërt të projektit. Projekti i portit të ri në Triport konsiderohet një investim me rëndësi strategjike për zhvillimin ekonomik të zonës Vlorës dhe Mëgjer. Megjithatë, mënyra se si po zbatohet deri më tani dhe ndërprerjet e vazhdueshme rrezikon të mos respektojë realizimin e afateve, që sipas tabelës janë 24 muaj. Mbetet e paqartë se kur do të rifillojnë punimet dhe nëse projekti do të mund të përfundojë sipas planifikimeve fillestare. Për momentin, kantieri në Triport mbetet i heshtur.